jo në një, po në disa emisione ju pata thënë që unë do shtrihem Parkas nëse ky ikën me votë. Unë nuk prisja që ta fitote kaq shumë. Realisht, thash do ketë një mandat ke 70-71, por ky lloj mandati që mori, kjo është katastrofë, domethënë, kjo është fatkeqësia më e madhe që mund të ketë ndodhur këtij kombi. Domethënë, është e njëjta gjë siç kanon 46-ën, kur ai grupi deputetëve i vogël i deputetëve që arriti të fitojë, ai u eliminua brenda vitit pa gjyq, pa gjë, u internu, pushkatu. Sot nuk ka internim me pushkatim, por janë format e tjera të vdes politikisht edhe ngelesh, domethënë kështu. Por përgjithësi nga këta drejtuesit, sidomos drejtuesit politik të qashje, unë nuk presi do marrin në përgjithësi. Do dalin, vetëm do thonë na vodhin, na bëri, nuk ka përgjithësi tjetër. Cila është formula Nuk janë ata burra këta dalin e ta dorëzojnë mandatin, thonë po, urdhro, unë nuk fitova, merre mandatin. Nuk janë nga ata. Këta janë vetëm me fjalë. Nuk janë ata, ashtu burrash. Se po t'ishin të tillë, do kishin bërë fushat tjetër. Këta shohin vetëm sa të lavdroj kush lavdroj sa më tepër Berisha. Këta janë kamikaz. Nuk janë politikanë. Dhe pastaj dalin dhe fajsojnë popullin. E ka fajin popullit. Nuk e ka fajin popullit. Populli doli në votim. Je ti që se merr dot votën e popullit. Nuk më marrë vot populli Flamurnoka. Gazbari nuk merr dot vot. Albana Vokshi nuk merr dot vot. Janë konsumuar. Duhet pranuar totalisht janë konsumuar. Josefina Topalli ngreti parti. I doli kundra Partisë Demokratike. Tash që e thirrri Sali Berisha, tash që u bë e mirë. Si u bë ka mirë? Kishte diasporën, si dole në diasporë? I bre dole. Qa janë këta? Pa vdekshëm janë këta. Që do të marrin përfyt i Partisë Demokratike. Asnjë nga këta nuk është themeluesi i Partisë Demokratike. Asnjë. E nuk i dhim se ta, se e kanë marrë gjithë peshesh, si që mori Lul Basha, peshesh. Se është Soros që komandon Partinë Demokratike. Nuk e thonë. Është Soros i është mrena Partisë Demokratike, që komandon Partinë Demokratike. Dhe marrëveshja ka qenë me Sorosin. Se thonë marrëveshje fshet. Po, me Sorosin ka qenë marrëveshja. Që Rama të fitonte. Nuk ka marrëveshje tjetër. I ka shtrit tentakulat Sorosi brenda Partisë Demokratike. Sa i kopi që erdhe, ai kopi ishte gjithë i Sorosit ishi. Po kam frikë ta thonë. Se kam frikë se ju i hik poshti. Me mes spotet e çunit Fari Balliu do fitosh ti. Apo të Besnik Musafaj. Me këtë do fitosh. Me ato spotet palavoze. Me ato reklame që dilçin e bëjshin në për Facebook-e. Duke përgjigj. Duke imituar Ramën. Duke shpall ti. Ylli i fushatës. Ai, në Korç, që ishte, që nuk la lafe, pa thonë, ku e përdore djathë atë lloj fjalorit? Ku përdore djathë atë fjalorit? Fjalor bastard. Po pse e përdore Ramën? Ta përdore, aq më mirë që e përdore, unë nuk e përdore. I përgjigje me gjë tjetër. Unë i përgjigje me edukatën time. I përgjigje me fjalorin tim. Po jo me atë fjalor. Dhe pastaj thonë, e ka fajin populli. Jo, nuk e ka fajin populli. Nuk ndroj popullin, unë ndroj politikën. Këta që e quajnë veten politikan. Jo popull. Populli ky është. Ky ka qenë. Edhe para 45-s, ky popull ka qenë. Po su bë asgjë, sepse ky populli i kanë bërë gjithë për. E shive si është arsimi. Pe ndonjë në këtë fushata, pe në gjëti që të flitesh për Sorosin, jo. Për LGBT, pe që të flitesh për familjen, pra, për me mbrojt familjen. Kishte në fushat kundër LGBT-s, jo. Kishte në fushat për ta degraduar, sepse ata që vinë sot këta të Europës, për çfarë vinë? Për ta kthyer Shqipërinë në kazan plerash, në një burg për Europën.
dhe do vi edhe Anglia, edhe Franca, edhe Gjermania, si që po Italia do vinë edhe këta. Për me marrë në i copë në Shqipëri, për ta kthyer në burg. Se këty në sudhim se të vendi, se këta janë internacionalistë. Se kanë 35 vjetë që janë në atë sallë, se unë e quj klasë një shkolle. A shkollë tamam se është i klasë, është vetëm. Po si ka mundësi që për 35 vjetë në atë sallë nuk është dëgjuar një herë fjala kapitalizëm. Një herë nuk e ka dëgjuar, nga askush. Nuk thonë dot kapitalizëm. Ekonomi tregu, pa ekonomi tregu të prano dhe e majta. Ka një i diskutoje brenda partisë demokratike, jo, vetëm qa do thot Berisha. Qa të thot Berisha, pastaj do e thonë dalin në për studje e elaborojnë gjithë të atjerë. Ke kush dhe e për? Nga humbës në zje lokale, humbës në zje parlamentare. Si mund të rish prap aty? Nuk del njëri me thonë, po më jap do reqë niki. Minimalisht iki nga posti partisë, viti kush tjetër ta bëj. Po këta janë aty se duhet mbrojnë me zjarë. Në për studio shkojnë e zjen kotëm kotë. Nuk japin as i lloj vizioni, as i lloj zgjidhje. Vetëm konstatime, u vodh kaq, vodhi kaq. Zgjidhje s'ka. Pra ju po thoni se ka pasur një marrëveshje paraprake mes Berishës dhe Ramës dhe në këtë rast në background ka qëndruar Sorosi për t'i dhënë pushtetin në tavolinë? Unë e kam deklaruar me kohë që Sorosi brenda Partisë Demokratike për ligjin, që ka një marrëveshje, se e gjetën marrëveshjen shumë shpejt këta, kur bën kodin zgjedhor. Që kur bën kodin zgjedhor, ishte me marrëveshje, duket apo jo? Po. Ishte një marrëveshje nga dy palët. Tani, ky lloj kodi sot prodhoi këtë lloj gjëje. Sepse nuk mund të bësh ti cat nono cat papës. Ose mbyllën listën fare dhe biles unë jam për ta mbyll listën totalisht. Totalisht me mbyll listën. Dhe për partia të marrë përgjegjësi për kandidatët që vet. Ta nuk du. Marrëveshje. Atëherë më rezulton që këtu pas ka marrëveshje. Sepse populli votojmë. Ore, si ka Rama 50.000 vota mangut, ashtu i ka dhe edhe krau tjetër. Edhe opozita ka 50.000 vota mangut. Ha? Tash, si është e mundme që ti nuk fiton? Kërkun me të madhe votën e diasporës. Kush e kërkoj? A e kërkoj opozita, Partia Demokratike votën e diasporës? Po. Këmgulli. Qysh sekondin e parë ju kam thonë mos, sepse është vot manipuluse, se s'ke asnjë lloj strukture, sepse këta që kanë hik këto 10 vjet nuk votojnë. Nuk votojnë, jo se s'duan votojnë. Por nuk votojnë, sepse këta s'kan karta, nuk kanë rezidenca, nuk kanë gjë. Nuk kanë se si të votojnë. Se ju del emri atje. Nuk janë budallën.